Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemër të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Në ditën e mrekullueshme të xumas së datës 10 tetor 2025 apo 18 Rabiul Akhir 1447 Hijri. Vëllezër dhe motra, sot do të përcjell tek ju një ngjarje sa alegorike, po aq edhe reale që ka ngjarë në zonën e Dibrës. Disa dekada më parë, në këtë zonë ka jetuar një hafiz me emrin Pajazit, i cili Kur'anin e kishte mësuar përmendsh që në vegjëli, e shikimin e kishte humbur në vitin e dytë të jetës së tij, pra si fëmijë, si pasojë e një sëmundje në për të cilën ai kishte kaluar. Si çdo hoxh, ashtu edhe ai në kohën e komunizmit ishte privuar nga përhapja e fesë. Megjithatë, hafizi e përcillte mesazhin e vet fal alegorisë së njohur Dibrane. Kështu ishte ftuar një herë me një rast në një ndej dhe një komunist deshi ta vejë në siklet dhe ashtu siç ishte tradit që burrat të rishin në përdoma plot me njerëz, e pyeti: "O Pajazit, sa vite ka që ka dal feja?" Hafizi u mendua pak dhe i tha: "Ka një 14 shekuj, o filan." "Po mirë bre burr, si ka mundësi që ne për 20-30 vite ndërtuam vepra madhore, fabrika, rrugë dhe shumë tjera, kurse ju këto nuk i keni bërë për 14 shekuj?" Ja priti komunisti Hafizit me ironi, gjithnjë duke pas për qëllim që t'ja mshelte gojën. Hafizi u mendua shumë mirë, sepse e dinte se për një fjalë u bante gropa. E mendoi mirë përgjigjen dhe i tha: "E vërtet është kjo që thua, por më ndëgjo pak. Dikur heret thuhet se ka qenë një plep i madh 100 vjeçar, 100 metër i gjatë, me trung që nuk e mbërthenin dot 2 burra. Një ditë pranvere, mu aty pranë plepit mbin një kungull, i cili rritej nga pak duke lëshuar gemat dhe lastarët e parë. Duke mos pas se ku të kacaviret, kungulli i tha plepit: "O plep, a më lejon që të kacavirem për trungun tënd?" Plepi i tha: "Sigurisht që po, sepse jemi kojshi dhe kemi detyra ndaj njëri tjetrit. Ngjitu dhe kacaviru sa të dush." Shumë shpejt, degët e kungullit arritën deri në majet të plepit. Në atë çast, kungulli e pyet plepin: "Për sa vite e ke arrit këtë gjatësi, o plep?" "Për 100 vite e kusur, o kungull," ja pret plepi. "Për 100 vite? Po çfarë ke bërë 100 vite, o i uruar?" "Unë për disa muaj e arrita gjatësinë tënde," i tha kungulli. Po, pritë pak brymën e parë, ngricën e parë, edhe ta shohim se sa i fort je." E gjithë dhoma me burra heshtën dhe së bashku me ta edhe komunisti jonë. Përgjigjja ja mbylli gojën komunistit e i dha një mësim të fortë për jetëgjatësinë e tij. Pas disa ditëve, vinë tek Hafizi disa njerëz të sigurimit dhe i thojnë se po foli edhe një herë ashtu, e pret burgu. Në fakt, Hafizi jon pati të drejtë. Bryma e parë që i ra kungullit komunist e thau me gjete dhe me rënjë. Kurse feja, elhamdulillah, ka kaluar stuhi dhe rrebeshe të një pasnjëshme dhe përsëri është gjallë dhe nuk është gjunjëzuar. Dhe e tillë do të mbesë sa të jetë njerëzimi. Andaj, vëlla besimtar, motër besimtare, jeto e lumtur me te, pa pas frikë se je në humbje. Të tjerët le të kenë shumë kujdes. Në këtë ditë xumaje, ju përshëndes nga ky vend i bukur, nga kjo krijimtari e përsosur e Allahut xhaleshanu në natyrë. Bëhet fjalë për ujevarën Shtërbaçki Buk, pra është lumi Una, që është lumi kufitar në mes të Bosnjës në këtë anë dhe Kroacisë në anën tjetër, pranë qytetit së vogël Orashac. Pra quhet Shtërbaçki Buk. Deri në takimin e xumas së radhës, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.